Dhuna në familje vijon të mbetet një nga plagët më të ndjeshme të shoqërisë, por në Këlqyr po vihet re një ndryshim domethënës në qasjen e qytetarëve ndaj këtij fenomeni. Gjatë periudhës janar-prill, numri i denoncimeve për raste të dhunës në familje është rritur, kryesisht nga gratë dhe vajzat. Koordinatorja për mbrojtje ndaj dhunës në familje, Elda Xhakollari, thekson se kjo është një nga shenjat pozitive, por jo e mjaftueshme për të thënë se problemi është i kaluar. Sipas saj, sfidat mbeten ende të dhe kërkojnë vëmendje të vazhdueshme nga institucionet dhe shoqëria. Siç e dim, dhuna në familje është një fenomen i cili kohët e fundit ka një shtrirje të gjerë dhe atë hasim çdo ditë. E hasim në forma të ndryshme, psikologjike edhe fizike. Në përgjithësi, dhuna fizike është ajo që denoncohet më shpesh. Pasi dhuna psikologjike është ajo e cila është në heshtje për shkak të frikës, varësisë ekonomike dhe turpit. Denoncimet më të shpeshta i kemi patur nga banorët të qytetit. Kemi pas dhe raste nga zonat rurale, por pjesa më e madhe është nga qyteti. Janë kryesisht familje që në përbërjen e tyre kanë fëmijë minoren dhe janë gratë të cilat kanë varësi nga ekonomike nga burrat. Xhakollari apelon për denoncimin e çdo rast dhune, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së viktimave dhe forcimin e mekanizmave mbështetës në komunitet. Sfida kryesore që ne hasim është mos denoncimi. Heshtja ndaj dhunës. Çdo rast trajtohet me anë të mekanizmit të referimit. Prioriteti jon gjithmonë është viktima. Jemi gjithkohës në bashkëpunim me policinë, shërbimet sociale. Apeli im është i qartë, nëse po përjetoni një dhunë, mos heshni. Gjithashtu i bëjmë apel çdo qytetari nëse janë dëshmitar të një rasti të dhunës, mos tregojnë indiferent, por ta denoncojnë. Heshtja mbron dhunën, jo individin. Rritja e denoncimeve në Këlqyr po shihet si një sinjal i fortë se heshtja po thyhet dhe frika po zëvendësohet nga besimi për të kërkuar ndihmë.